Po i ku dirësaj, i ku dirësaj. Edhe njësa malë kam marrë, edhe smurë me halë. Qa dhe bëjë? Kujtë shkoj? Unë s'kam fëqitë një të marrë. Me lot në sy janë duke mbledhur në thas gjithë mallin e tyre, sepse përmbytja e tregut të rrobave të përdorura u ka nxjerrë jashtë përdorimit. Për rreth 70 tregtar që ushtrojnë aktivitetin në të treg të Durrësit, humbjet janë mjaft të mëdha, miliona lekë të vjetra, dhe disa prej tyre rrezikojnë falimentimin ose shtimin e listës së borxheve. Këtu është bërë katastrofë e madhe. Ne kemi derë miliona lekë. Edhe këtu ne duam ndihmë nga bashkia. Këtu janë gati 10 milion lekë të mijat. 90% janë për të hedhur. 90%. 10% çka kanë ngelur varur, disi kanë shpëtuar. Sa do me ju janë shkaktuar? 5 miliona, po. Çfarë ju doli jashtë përdorimit? Të gjitha, kemi marrë furnizim tjetër prap. Të gjitha që në ujë? Është mbushur, ka kalu deri këtu. Ne na përmbyt çdo gjë këtu, malli, un kam 4 vende aty, është përmbyt çdo gjë, ja vetë ti shofësh rrobat e gjitha njoma. Kam mes 30 thas. Kam 4 vende aty, një 10 milion lekë i kam. Uj jam bërë kokë e kem, s'kam ku dhete më. Sa do me u shkaktuar? Unë kam të mbi 5 milion. Çfarë po i bëni? Po i hidhni tani? Në kosh, ja. Dera po ke marrë punëtor, ki hedhim në kosh. Kush do vitë ndihmë? S'vjen asnjë. Kush do na japi lekë? 25 thas solla dje, edhe bile si paguajta ato, kjo edhe në Kazan. Për secilin prej këtyre tregtarëve, kjo është hera e dytë që ambienti ku ata ushtrojnë aktivitetin përmbytet. Dëmin e parë e posua në shtator 2025, por këtë herë dëmi është i pallogaritshëm, sepse në tregun që është në nivelin e rrugës, uji arrinte deri në lartësinë 1.5 metra. Ata apelojnë që të kenë një ndihmë nga bashkia për dëmin e shkaktuar. Kanë vajtur tek kryetare tek Sakoja dhe ajo i kishte thënë lënë një numër telefoni, si kishte pranuar aty brenda, do ju marrim telefon. Asnjë përgjigje s'kemi marrë. Nëse nuk do më shpërbleheni ose nuk merrni asnjë ndihmë nga shteti, rrezikoni dhe falimentimin? Po patjetër se kemi borxhe tek mallet, nëse se i likuidojmë mallet. Për momentin jemi falimentuar, se gjithë këto tanërinat do paguhen. Pagesa do bëhet çdo muaj. Kështu që mall tjetër ne s'marrim dot se kemi mundësit. Shtëpi me qira jemi,